Ish-komandanti i UÇK-s Hafir Hoxha ka reaguar ashpër ndaj asaj që ai e cilëson si propagandë të organizuar kundër shqiptarëve dhe Kosovës. Sipas tij, disa gazetarë dhe analistë po publikojnë montazhe dhe përmbajtje të manipuluara të cilat ai pretendon se janë pjesë e një lufte speciale të Serbisë, e shpërndar përmes portaleve që sipas tij financohen për të përçarë shqiptarët. Ai u bën thirrje qytetarëve që të jenë më të kujdesshëm dhe të mos bien pre propagandave që sipas tij dëmtojnë unitetin kombëtar. Në vim, postimi i tij plot në rrjetet sociale, ja këta gazetarë analistë që i bëjnë këto montazha e publikime janë punëtorë të Serbisë kundër shqiptarëve dhe Kosovës. Disa predha të luftës speciale nga e njëjta armë e Serbisë e lançuar në Kosovë me ndihmën e shqiptarëve dhe portaleve që paguhen nga Serbia, që i shpërndajnë dhe u besojnë këtyre propagandave për t'i përçarë shqiptarët. Këto deklarata në gjuhën serbe nuk ekzistojnë kurse i shqip, po sa naiv janë ata që nuk e njohin armikun dhe bien prej e tyre për t'u rryer me vllajin, dhe duke i shpërndar propagandën serbe bëhen argat të tyre, mjerimi brenda s'ka. Shumë lehtë është me i zbulu portalet dhe gazetarët në Kosovë të cilët punojnë dhe paguhen nga Serbia kundër shqiptarëve dhe Kosovës. Për çaj dhe së ndo.